veçantë, ose a ke pas, ka shumë vajza që kom dëgju, i fiksohet një emër, shumë kohë për para se me u bu nanë, edhe thot, qka do që të dali, këtë emër ka me pas. Po, one për vajzë të isha nëse bëj, ja lonë emrin, po djemt i kanë lonë familjes. I kanë lonë të familjes. Okej. Bukur shumë. A kemi në fotografi të fëmijëve të shohim? Okej, ndërkohë do të na dalin. Në aspektin tjetër për post të modelingu, të aktrimit, të zhvillimit të në tjetës personale, krijimit, familjes, ti po ashtu je fokusu, ani pse je punon edhe pas kaq vitesh je fokusu edhe në diçka tjetër. Ke investu edhe në pjesën e asaj të dish më shumë për të bukurën edhe kujdesit ndaj vetës. Pra dukesh edhe e kuruar, edhe e ke qenë gjithmonë kështu? E interesuar si të kujdesem të partipi lëkurës, që atë bëjme me fytyrën, me tretmanet? Edhe shumë shpenzime kom bo për parfuma, për make-up, për këto. Gjithmonë e kom pas vetë dëshirë. Edhe në ndërkohë fillova dhe atje beauty therapy me përfundu, në Londër. Po kam ende levelet tjera mi përfundu, po sa do pak që kom përfundu levelin e parë, kom jaft një huri, po edhe vetë kështu kom pas një huri. A ke nëjë sekret, kështu që na e kështë ndanive me thonë, kjo është një rutin që duhet me përdo? është shumë e letë, SPF, pa tjetër, gjithë kohën me përdor. është shumë i rëndësishëm SPF. Krem me faktor mbrojtës kundër djelit. Kundër djelit edhe plurit edhe gjitha, mbron shumë, po edhe shërkë që ka SPF edhe ajo ta mbron ftyrën, ta mbron shumë. Një masazh e besoj që vlen veç për vajzat, a? Për gjithë... Se ne, u mëtëm të jap djemve këshilla, po s'podojnë me i marë. Nuk jam veç për ne, janë edhe për ju. Për gjithë, për gjithë, po. Që fëmijë, këto. A, që e sa të bukur. Faleminderit. Të pas kanë gja, ko gja? Ajo është mazeshkan, po kanë karaktere... Diku një mik si lezetshëm. Ajo është shumë i pëlqen futbolle, se po pëndroj temën, po... Ska derë, se këthejhemi, po, okej. është mirë çdo mbrëmje me bo një masazh ftyrës. 2-3 minuta, s'duhet ma shumë. Masazh vetës? Vetës ftyrë, po. Me duar? Me duar, shumë e thjeshtë. Do me thonë, me një vaj që të përshtatë ty për fytyrë, e bën 2-3 minuta, çdo mbrëmje, ndihmon për këto linjat T-zbe, ngritja e lëkurës është, do me thonë, pa tjetër të bëhet mrena javës, është natyral, kështu që të bëhet vetë, mandej rreth syve fillojnë mu zben, që fësi i ki është shumë e mirë, është shumë me efikasitet. A bën me i miksu edhe me intervenime nga pak të botoksit e këto të tjerave, apo konsideron që mundemi me mirëmbajt lëkurën edhe veç në forma tila? Po, edhe pa botox, pa ato, mund është edhe tretmane me injection që janë vitaminat, është mirë me mirëmbajt, po kjo diçka e thjesht që mërë gjithë kush me bo dhe s'kushtë në asgjatë. Çdo mbrëmje, do me thonë. Okej, se te pjesa e kostës, po mduket paske shpenzu shumë, ashtë të që shumë të. Sa është na i vlerë, ose na i krem ba e shtrejta që ti ke mujtë me vlerë? Sa manjake e shpenzimit? Okej, 500 euro. Një krem? Një krem e ftyrës, në Londër që e kom ble. Ma për para, se kur kom kriju familje fëmi, atëherë jom nalë. I ke nalë pak shpenzimet? I kom nalë, po. Ma ndë edhe parfum. Sa gjatë bëjke ajo krem? Jo, nështë ta 6 javë, ana i stënë? 6 javë, po dhe po. Ja, është ditë pak shumë, bala. Ama ja vlim për ftyrë kremat e mirë. Ma mirë krema e gjana se që po bojnë sene shumë me lift, me pejna ato. Ato nuk i preferona? Preferoj, shumë kërdit shumë. Shumë kërdit shumë. Kur po vjen në dalimin e vrenë në Londër, duket veç londinez nuk ka, në kuptimin që krejt bota jeton në Londër, i bje të shohësh nacionalitetet të ndryshme, bukurit të ndryshme të vajzave. Kur vjen në Kosovë, qka talojmë ne me nacionalitetet e tjera, nga aspekti mirëmbajtjes dhe dukjes në përgjithësi? Atje dallon dita prej natës, atje nuk e sheh kërkon të lyme me shtikla ditën. Do me thonë janë shumë thjesht. A këtu shumë garkum, shumë herë se dallojnë ditën prej natës.
E prej aspektit të grimit edhe... Edhe grimin, po dhe? Ndërhyrjeve... Edhe atje bojnë ndërhyrje, po i bojnë ndërhyrje që jenë ma klasi, ma që nuk vrehen, kështu shumë që shpobon krejt njejt, atje janë ma, e mirë bajnë ftyrën me këto tretmanet e advancume që janë, po sa ma klasi doken. Jo të tepruara. Po, bile edhe në flok nuk përdorin shumë, tash po foli për ato që janë në kategori ma të lartë, nuk përdorin është ta asë kështu highlights me bojnë, nuk i bojnë, po i bojnë vetëm me ngjyrë, pa bleq. Okej, pra kanë krejt një formë të naturales që e preferojnë. Po ka dhe, na e në mramje, krejt ndryshe. Apo nuk dalohen prej, nuk i nja. Shveshme, krejt ma ndryshe jam se prej ditës. A dit, a kishe qene gatshme me u kthy në aktrim, apo të mungon, a kishe pa vetën pjesë të ndonjë seriali, filmi? Pa tjetër që po në që së më ofrohet një roli mirë dhe paguho mirë, pse jo? Sa kishe një pagese knaqshme për ty, për shambull që e konsideron që është e meritume, për shambull për një epizod një seriali, se kështu shkojmë duket me epizoda? Po me epizoda. Për para ka qenë dikon 300, më zga bofsha, ta është sigurisht që është rritë. Ty sa tu kish duk... Epizod. Dakord. 400, 500. Okej. Mirë, që ta kenë parasysh nëse po nashe dikush edhe merë mundin, ndër këtë shme, mos më thira. Ja, se nuk kam nevoj, adin, se kam edhe aqë për momentin. E kishe bo veç për pasion? Për pasion. Okej. A me jap një mesazh për vajzat e reja në fushën e aktrimit, që janë ose në periudhën e studimeve, ose e kanë atë, po them, atë ndrojen edhe shtypje ndoshta pak nga ana familjare që leje se nuk është diçka që mundet me vazhdu shumë gjatë, mundet me cilë përfitime. Çka ju thuti sot pas kaq vitesh kur e ke nisti aktrimin? Vazhdojnë e bëne ata që e dëne, që se ki me shumë dëshirë, pa tjetër që kime arritë. Edhe mos unë dalë, bëndi tjerë që ti kemi arritë. E vërtet, kjo është forma më mirë. Kush do që ty shonë në ty, ti thuj prit pak se ta dëshmoj me kohën. Absolut. Ardit, faleminderit shumë që erdhe në këtë takim bashkë me mu sot. Falem për ditë shka, pak për familjen, pak për ty edhe për kohët të ktheva pak në dite ma përpara. Shumë suksese. Suksese edhe ju. Shpresoj të kemi në i projekt edhe tani të flasim për punë të reja. Okej, Vic, tani jam në minutat e fundit edhe normalisht që do e mbyllim me një këngë nga Arbri, i cili është gati me mikrofonin ndezur, po më presh që ju vazhdoni të jeni me atë vënd, do takohemi nesër të tung.